në vlerësimin e juaj. Po pajtohemi, si gjykatë neve kemi kritiku këto disa herë për arsye të formës që e morrim më pastaj, ku nuk pat një mekanizëm kontrolle nga ana e shtetit Kosovës sepse çmire si Republikës. Prapë gabim, a di pse? Se gjitha institucionet janë mbrana ligjit të gjykatës speciale. Duke përfshi edhe kontrollin gjyqësor, do thotë që e bën edhe ombudspersoni mbrana vetë gjykatës speciale, edhe shkolla e parë, po jo më të vetin çfarë Kosovës. Të Kosovës nuk ka aty kur gjëheq. Absolutisht. Aty nuk ka mbishtrimet të Republikës Kosovës, po ka dhoma specializuar të Kosovës. Jo të Republikës. Sepse nëse ke shkuar aty Republika Kosovës, ata kanë shku heq atje. Duke po gjitha këto rrethona, me këtë shpjegimin edhe pasionant në një formë ose tjetër. Në mendimin ka pasionant avokati. Në mendimin e juaj. Kjo është stili jam. Dakor. Pasionant. Vetëm po të shkruaj si ka të keqe kur gjë. Do të fulvesh para kamerave kështu ashtu. Oni hile këto që unë kisha pasur me shpjeguar në perspektivën e juaj. A e konsideroni që legjislatura që shkoi nuk boni asnjë veprim, nuk u ngrit asnjë zonjë mirëfill për të kallëzuar në mënyrë institucionale pa drejtësi që gjykata, legjislatura aktuale që shkoi, e teta. Legjislatura e teta e Republikës Kosovës e cila mbaroi mandatin e vet. Si themeltare që ka qenë gjykata speciale, legjislatura po thotë, legjislatura, parlamenti. Dhe për rrjedhoi, pse a mendoni që ka mund të bëj diçka që ose të merr një formë të së drejtës, për arsye se neve kemi kontestuar dhe drejtën njerëzore, si thoni ju, humane, që po e bën gjykata speciale, kemi kontestuar që edhe pse thirrjet e Kosovës nuk një asnjë jurisdiksion të Republikës, e kemi kontestuar në gjitha format mirë, po e konsideroni që politikisht legjislatura që shkoi ka qenë jashtëzakonisht impotente për të vepruar diçka me gjykatën speciale, për nëse kishte me qenë nevoja edhe me kërkuar me u zhbë e njëjta. O nuk mund, a di pse. S'është bon kjo, për arsye se edhe kjo është, po flasim për efektin politik. Avokat, shpjegoja jo shumë gjatë që ty jap mundësinë edhe të tjerëve. Avokat, am dëgjon? Po ma bëni një pyetje që po të përgjigj. Dakor, po shkurt, kërkesa ime është. Kanë mujt, për shkak që deputet për çata janë, deputet janë përfaqësues të popullit, apo? Por që s'kan bërë kur gjë. Qytetar, po në thirrjen që nëse kemi votuar, po kanë bërë dome. Këta faktikisht, ça domin që e kanë bërë me 2 gusht 2015-ën. Me kon deputet edhe vet Hashim Thaçi sot nuk mundet me ndryshu ligjin për gjykatë speciale. Me kon edhe vet Kadri Veseli sot deputet nuk mundet me ndryshu ligjin për gjykatë speciale. Dini që legjislatura disa çështje i voton nga presioni politik. Edhe në hagë dhe jashtë hagës. Pjesa presionit politik ka kriju ambient që legjislatura mos me qenë aktive në kërkesat saktura se për këtë gjykatë speciale. Puna është që kur e kanë votu ligjin për gjykatë speciale, ata nuk e kanë lënë asnjë pikë, asnjë presje, asnjë fjalë që Parlamenti i Kosovës, Qeveria e Kosovës, Ombudspersoni i Kosovës, gjykatat e Kosovës. Legjislatura është Kuvendi i Kosovës. Edhe avokat. Dhe për rrjedhoi, jo, dakor, se mund të mos pajtohemi në këtë çështje, falni se politike. Dakor, mund të mos pajtohemi në këtë çështje të dytë. Avokat, lutem. S'mundem me ndryshu, në rregull. Atëherë veç kritika është profesor, jo. Sidomos në qoftë se thuhet se nuk kemi votuar. Po çita që kanë Maloku, edhe avokat. Te spitali. Jo 100 herë më shumë. A mund ta zgjirojmë diskutimin përveç jush? Para se mu votu ligji për gjykatën speciale, na nuk e kishim pas ligjin për gjykatën. Se u futëm shumë në çështje të gjykatës speciale, por kemi një ngjarje që kishte sot shumë rëndësishme edhe diskutimit. E thash fillim, emocionoi njerëz Hashim Thaçi, edhe ju drejtua edhe publiku që ishte aty i pranishëm, po themi edhe me këtë shenjë të zakonshme. Si